Pejgamberi alayhis salam thot, në këtë muaj, pra në Ramazan janë dy gëzime për besimtarin. Besimtari thot gëzohet kur çel iftar. Dhe besimtari gëzohet kur ditën kur do ta sheh Allahun xheleshan. Prandaj ata që agjerojnë, ata që e dinë se çka do me thonë me çel iftar, sa gëzohet shpirti, sa gëzohet trupi, sa gëzohet zemra. Andaj o vëllezër, pak parë se bona një bisedë me një shok, thash, njeriu e ka në dorë fatin e vet, njeriu e ka në dorë zgjidhjen e vet. Mundet në familjen e vet se ashtu ka me ongër iftarin, po mundet me bo gëzim të madh. Kur ta falin të gjithë akshamin së bashku, edhe kur t'ulen në sofër e të bëjnë iftar, vallahi gëzim më të madh s'ka. Qoftë edhe ata që nuk kanë agjeru me ullën qatë sofër, gëzim më të madh s'ka. Po mundesh më unqu e ti të ka kop duhoni, e të ka kop cigarja, e se ke dheznja, edhe kulturesh, hec ma shpet bukën, hec ma shpet ato, hec ma shpet këta. Kusht ka faj ty mërë? Ti e jo gëzim që e banë, po ti e idhënën gruën, e idhënën nonën, e idhënën babën, e idhënën kreta. Edhe mas ne e thush, vallahi ku ma gjëru, më ka munu se unë e duan gji, po më ka munu, po e kom bajt. Po ti e ke bajt, po atë kanë bajt ty se. Atë kanë bajt ty, që ta kanë bajt gajlin 3 muj para agjerimin, ndoshta. Edhe 3 muj mas agjerimit se së të del në pimja duani ty. Së të del. Andaj në fatin e kemi ndorë. Dush më koni qetë, i gëzushëm, i mirë. Dhe muslimoni gëzohet ku ta sheh Zotin. Shpërblimi më i madh te Allahu është kur ta shohim Allahun në ditën e gjykimit. Allahu na mundsoft ya Rabbil Alamin. Mesazhi i kësaj që e tham nderuam vëllezër, pa dash me zgjat më shumë, është se i ndëgjuam sa gëzime mundet me pas muslimoni, edhe shumë të tjera mundet me pas. Sa benefite, sa të mira, sa mirësi, sa mëshira për jonës Allahu xheleshanu. Andaj është koha me definu për vetën tonë. Çka të pengon ty mos me agjëru Ramazanin? Matë mire sapet. Se kur të ti matë sapet Allahu xheleshanu atër vonë është. Matë mire sapet. Llogarinë që kime dhonë në këtë dynjo shumë e pak është, shumë e vogël është. Anna dynjo atër Allahu na rujt të gjithë inshallah. Allahu na ndihmoft të gjithë inshallah.